Unë nuk e vazhdova më videon për Big Brotherin, për Prime-in e kaluar, sepse më zuri gjumi, nuk është se po më tërhiqte shumë, por pash që kishte dalë Juela dhe Edisa. Dua të them dy fjalë për Juelën. Unë mendoj se Juela është një nga ato lojtare që asnjëherë nuk është vlerësuar në këtë lojë. Është e dyta pas Selinës më e fyera, ose të Selina dhe Juela janë dy më të fyerat në Big Brother. Kundrejt Juelës ka pasur, si mund ta them, ajo që ka ndodhi me Gretën, që i përshtyu në fytyrë, që ishte një gjë skandaloze, dhe në atë moment unë mendoj se Big Brother nuk e përkrau Juelën, sepse ajo Greta duhet të kishte dalë direkt me zarf të zi, gjë që nuk ndodhi, e futën gjasme në televotime dhe nuk doli dhe qëndroi prap aty. Unë mendoj se Juela është bërë kaq e egër për shkak të padrejtësive që është bërë, sepse Juela gjatë gjithë kohës është munduar që të hyjë në lojë, është munduar që të krijojë debate, edhe ka fyer si gjithë të tjerët aty brenda, nuk është se është e pafajshme, por unë mendoj se ajo ka shkuar në ato nivele vetëm për shkak se shifte që ajo nuk përfillej. Unë me aq pak sa kam parë, se nuk është se i kam parë Prime-et, po disa video në Prime Juelës gjithmonë i ndërpritet fjalia, nuk i jepej mundësia për të folur deri në fund, për të çuar mendimin e saj deri në fund. Situatat që ajo mundohej të krijonte nuk dilnin në Prime, sa unë kam parë. Maksimumi doli ajo që supozohej se pëlqente Rogertin Juela, gjë që më dukej skandaloze, thjesht për të pasur, për mos të qenë këto akuza vetëm kundrejt një personi tjetër. Pra Juela ka ngacmuar, por edhe mund ta ngacmonin, por të tjerët dhe janë edhe e kanë ngacmuar, por e kanë ngacmuar duke fyer në maksimum, jo si mund ta them, jo në mënyrën e duhur. Pra mendoj se Juela më shumë ka humbur nga ky Big Brother, sepse nuk është vlerësuar asnjëherë dhe doli në fund para shndritit, që mu duk gjëja më skandaloze që ekzistonte. Pra shndriti brenda në shtëpi, që shndriti për mendimin tim është thjesht ndihmësi i Selin, asgjë më shumë se kaq. Sikur e kanë futur dhe i kanë thënë shiko ti do qëndrosh, pra është mendimi im, jo se i kanë thënë kështu. Sikur i kanë thënë që ti shko brenda, këshillo Selinën, sikur edhe në dhomë të rrëfimit, kur ai shkon, se s'ka dalë asgjë nga ato që mund ketë thënë shndriti në dhomën e rrëfimit, ti shiko mbro Selinin ose qëndro pranë Selinit, thuaja këtë Selinit, pra nuk e di, nuk më pëlqeu fare, mendoj se ishte një ndër gjërat, se në këtë Big Brother unë mendoj se ka pas shumë padrejtësi, sepse produksioni ka luajtur, jo lojtarët, produksioni nga dhoma e rrëfimit, sipas mendimit tim, i ka udhëzuar lojtarët se çfarë të bëjnë, sepse këtë vit loja ka qenë shumë skandaloze. Edhe më erdhi shumë keq për Juelën. Shumë keq. Nuk pretendoja që do ta çoni në finale, por që të dilte para shndritit, kjo më është dukur gjëja më skandaloze që ekziston. Dhe me këtë dua të them që unë nuk jam fansi askujt, në qoftë se fansi ndokujt nuk është dakord me këto fjalët e mia, jam shumë dakord që të më kundërshtoni, por ju lutem fyerje jo. Nuk kam nevojë dhe për fyerjet tuaja, bëu halle kam në jetën time, okay? Thjesht po jap mendimin tim dhe unë nuk jam fans me asnjë, ta fitoj kush të doj, I don't care, okay? Bye, kalofshi një ditë sa më të bukur.